Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Raportet shqiptaro-amerikane janë një çështje mjaft e rëndësishme për kombin shqiptar. Shqiptarët gjithmonë e kanë vlerësuar Amerikën si kombi apo vendi që i ka mbështetur në historinë e tyre moderne. Sot, për të diskutuar për këtë çështje, për raportet shqiptaro-amerikane, për rrugën e zhvillimit demokratik të Shteteve të Bashkuara dhe për vijueshmërinë e këtyre raporteve, kam ftuar në studio profesor Luk Junçaj, me cilin do të trajtojmë pikërisht këtë rrugtim që ka bërë Shqipëria së bashku me Amerikën, sidomos në shekullin e 20 edhe në shekullin e 21, për të qenë së bashku, për gjetur tek Amerika idealin e lirisë, por dhe mikun që ka ndihmuar Shqipërinë. Zoti Luk, mirë se erdhët. Mirë së gjitha, faleminderit për ftesën. Natyrisht për këtë çështje ka mjaft pyetje, po më mirë ne po hym direkt në temë për të trajtuar këto problematika. Ka një çështje që shpeshherë për të huaj apo vetë amerikanët ndoshta se dinë, pse shqiptarët konsiderohen ndër popujt më pro-amerikan në Evropë, edhe kur nisi kjo miqësi shqiptaro-amerikane? Shqiptarët si një kombë i coptuar, i vujtur, i robëruar, kanë pas shumë nevojë për një mbështetje nga jashtë, të rrethuar prej armiqve shekullor, greko-slav, është kënd shumë e rëndësishme për ta të kenë një mik të fortë që këta tjenë të bëhen zot të vetë, përmes atij mikut të bëhen zot të vetit në trojet e veta. Për një kohë të caktuar, deri në luftën e parë botërore, atë rol e luante Austro-Hungaria, një fuqi e konsiderueshme evropiane, por mbas që ata humbën luftën e parë botërore, këtë rol do ta merrte Amerika më shumë se askush tjetër. E di se ne janë kohemi shumë se Evropa na ka coptuar tjera, po në vërtet Austro-Hungaria ka kënë Evropë. Ata e kanë formua shtetin shqiptar, ata e kanë ndihmuar shtetin shqiptar dhe kanë bërë çmosin për ta ngrit popullin shqiptar që të jetë faktor në Ballkan. Poeti ynë i madh, Fishta, ka atë fjalën e minjor për të gjithë, mo Evropë, mo e moti. Shumë e vërtet, edhe ajo përstritet jashtëzakonisht shumë, po është një fjalë amerikane që ne duhet të marrim përgjegjësinë tonë për ato çka ka ndodhur. Shqiptarët nuk kanë vepruar që të jenë me Evropën, po kanë zgjedhë perandorinë otomane, kanë zgjedhë lindjen e mesme, më tepër se Evropën për një kohë të caktuar, dhe kuptohet robëria e ka bërë vetën. Por megjithatë, Austro-Hungaria na është gjetë afër dhe pa Austro-Hungarinë, Shqipëria do të ishte kënë krejt ndryshe. Kush e njeh historinë e Evropës ashtu siç e njihni ju, edhe ne shqiptarët, natyrisht e kemi këtë mendim mas studimeve, mas raporteve të ndryshme historike, por natyrisht fuqitë e mëdha veprojnë në favor të interesave të veta, dhe Austro-Hungaria kishte interesat e veta gjeopolitike të kohës, pa e mbështeste Shqipërinë. Cilat ishin ato? Ajo ishte fati ynë që Austro-Hungaria ishte në anën tonë, sepse ata kishin konkurrent kryesor Rusinë dhe aleatët rusë, të cilët ata nuk donin t'i lënin të delin në ujërat e nxehta, dhe Shqipëria kuptohet se ishte ai synimi kryesor i Serbisë për të dalë në Durrës për të marrë Shqipërinë, dhe Austro-Hungaria nuk do ta lejonte një gjë të tillë. Pra ishte ajo ana strategjike e tyre që e ndihmoi Shqipërinë, se nuk ishte vetëm se ata kishin një simpati aq të madhe për popullin shqiptar dhe donin ta mbronin, po ishin, kuptohet, interesat e tyre të perandorisë austro-hungareze. Pas luftës së parë botërore, në vitet 18, 1918, 1919, 20, Evropa e pas luftës së parë botërore, por përpiqej të gjente aleanca të reja, të qetësonte, dhe fuqi të tilla si Austro-Hungaria, si pasojë e luftës,
apo dhe si pasojë e revolucioneve brenda ndarjes së popullsive të ndryshme të cilët ishin nën perandorin, e humbi vlerën e saj. Në këtë moment, shqiptarët ishin pas një aleat. Si u afruan shqiptarët me Amerikën dhe pse e gjetën këtë mbështetje tek Amerika? Fati i shqiptarëve ka qenë se në atë kohë kur shqiptarët luftonin për pavarësi, pra luftonin të formonin shtetin e vetë, Amerika në atë kohë forcohej dhe bahej fuqi botërore, e cila do të na gjindej për krah, mbas ramjes së Austro-Hungarisë. Një gjë që shumica e njerëzve nuk e dinë është se Amerika s'ka qenë e fuqishme në fillim. Ka qenë një shtet i vogël me popullsi 2.5 milion, atë sa ka Shqipëria sot. Por me kohën ajo ka shku duke u rrit. Rritja drastike ndodh ka fundi i viteve 800. Industria rritet, popullsia rritet, inovacionet, zhvillimi është i jashtëzakonshëm në Amerikë. Territori në fillim ishte 27% e territorit që ka sot Amerika. Pra Amerika ishte e vogël në atë kohë, e pafuqishme, edhe merrej me Amerikën për një kohë shumë gjatë. Por kur ajo forcohet, bëhet fuqi botërore, ajo ndryshon apo krijon politikë të jashtme, se për një kohë shumë gjatë as nuk ka pas politikë të jashtme, se ishte e preokupuar me territoret e veta këtu, ose edhe me Amerikën Latine. Presidenti Monroe ka doktrinën e vetë të famshme që Amerikat mos t'i prekin të tjerët, nuk kanë punë të marrin koloni këtu. Ajo ishte fillimi i foreign policy apo politikës jashtme, po me luftën e parë botërore Amerika zgjeron politikën e jashtme dhe inkuadrohet në Evropë dhe ai ishte fati i shqiptarëve. Fati i shqiptarëve, po njëkohësisht unë do të theksoja vitin 1917, kur Amerika nga një vend paqësor dhe presidenti Wilson deri atë kohë kishte ndjekur politikën paqësore, por i ndodhur përballë luftës botërore ndryshoi qëndrim. Angazhimi i Amerikës në Evropë, që ndodhi pikërisht në këtë vit, bëri që shqiptarët ta shohin Amerikën si një vend mbështetës. Si mund ta analizojmë? Pse? Pse e gjetën Amerikën si një vend ku ata mund të mbështeteshin për fatet e veta? Po, presidenti Wilson, kur shkon në Evropë, ai shkon me një plan, me një big picture, me një plan gjithëpërfshirës për botën. Lufta e parë botërore ishte shumë e përgjakshme, brutale, dhe ky shkon me një plan që mos përsëritet më një luftë të tillë, sepse industria, armatimet e reja, tjera kishin bërë dame të jashtëzakonshme, humbje të hatashme në popullsinë evropiane, dhe ky ka një plan që të krijohet një botë më e mirë, një botë e paqë, një botë pa konflikte të tilla, sepse ajo ishte veç shkatrim. Në vërtetë Evropa edhe në luftën e parë botërore, por edhe në dytën kanë shkatruar një tjetrën si asnjëherë më parë. Fakti se industria kishte ecur përpara, teknologjia, ato i ban luftër shumë më shkatrimtare se më parë. Po atëherë, cili është roli i presidentit Wilson, që njihet nga gjithë historia shqiptaro-amerikane, nga roli i diasporës në ruajtjen e integritetit apo të një përthame të kombit shqiptar në një shtet të caktuar kombëtar? Po, në bazë të saj që unë kam pa, presidenti Wilson e ka njoftë problemin shqiptar. Me siguri, shqiptarët e Amerikës, të Bostonit, vendeve tjera, kanë pas kontakte me presidentin Wilson, po nuk është se ai ka mbrojtur vetëm shqiptarët. Ai, me ato 14 pikat e tij, ai ka pas plan që të mbrojë të gjithë popujt, që të ketë drejtësi në botë, se drejtësia sjell paqe. Edhe në atë aspekt ai i ndihmon kombin shqiptar, duke i ndalë një coptim të ri, se harta shqiptare e Shqipërisë kishte thikat mbi të.
Vlora, ajo pjesë atje do i shkon të Italisë, jugu do i shkon të Greqisë, veriu do i shkon të Serbisë. Por Wilsoni në mënyrë të rrebt e ndal atë coptim dhe thot nuk do të ketë coptim të Shqipërisë, po edhe të vendeve tjera. Po pse u rrit kaq shumë roli i Amerikës në këtë momente, që të përcaktonte se cilët do të ishte fati i kombeve? Amerika kishte shumë fuqi në atë rast. Amerika kishte shpenzuar shumë kapital në luftën e parë botërore. Pra kishte investua te aleatët shumë të jashtëzakonshme para se ata të bajnë luftën. Edhe kishte marrë pjesë në luftë. Amerika kishte marrë pjesë aktive në Francë dhe e kishte ndryshua rrjedhën e luftës. Dhe për ata kishte shumë fuqi në atë aspekt, por edhe investimi që kishte bën në luftën e parë botërore po ashtu i jepte forcë asaj. Se vëre që në raportet apo në mbledhjet mes fuqive të mëdha, ata tashmë prisnin se çfarë vendimi do jepte Amerika. Nuk ishte Anglia dhe Franca që përcaktonte, megjithëse kishin një marrëveshje të fshehtë për coptimin e Shqipërisë në vitin 1915. Po, ata kishin bërë planin që Shqipëria do të coptohej, por Amerika e ndalë atë. Dhe pa Amerikën aty, në atë konferencë në Versailles, mendoj se përfundimi do ishte kanë ndryshe për Shqipërinë. Për ta treguar se si lindi Amerika, dhe pasaj do kthehemi sërish tek marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Ti kthehemi historisë. Pse ky shtet, Amerika e krijuar nga baballarët e kombit, ishte ndryshe nga shtetet e tjera të asaj kohe? Kthehemi në vitin 1776. Po, Amerika bëri një luftë që ishte i pabarabartë. Nuk prite se do fitonte, po ajo me ndihmën e francezëve e tjerë e mundi Britaninë e Madhe, fitoi lirinë dhe Amerika donte të bënte një shtet që do t'ju shërbente popullit amerikan. E donte një shtet që të jetë sa ma i mirë që mund të bëhet. Dhe baballarët, founding fathers, punuan në këtë aspekt në mënyrë diligjente dhe i vunë bazat e shëndosha të shtetit amerikan, i cili me atë kushtetutë që ata e banë atëherë vazhdon të lulëzohet, të rritet, të ecë përpara se asnjë shtet në botë. Po, cili është elementi bazë i kësaj kushtetute? Ndryshme nga kushtetutat e mëparshme. Se ne dim që Washingtoni, presidenti Washington, pas 2 zgjedhjeve të para, e la pushtetin edhe shkoi në fermën e vet të merrej me librat e me shkrimet e veta, ndryshe nga çdo pushtetar tjetër i kohës. Po, presidenti i parë, Washington, vërtet ati ju sugjerua që të bëhej mbret, mbasi që e larguan nga Britaninë e Madhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ai tha ne kemi pas mbretin, po duhem një sistem tjetër. Pra Amerika donte një sistem që do shërbente njerëzve, një sistem që do të ketë lirit për njerëzit, një sistem ku njerëzit do të mund të ecin përpara ekonomikisht. Dhe mendoj se ekonomia, ajo baza e shëndosh ekonomike që është vu këtij vendit, është ajo që e mban Amerikën të fortë dhe ban Amerikën së bashku. Se nuk ka vend që është ma i mbushur me njerëz me kultura të ndryshme si Amerika, por ekonomia e fortë është baza e çdo gjaje, ajo është ai magneti që e mban Amerikën të bashkuar dhe të fortë. Po ekonomia e fortë bazohet edhe mbi demokracinë dhe mbi rregullin, mbi ligjet. Kushtetuta amerikane është një nga kushtetutat të cilat edhe sot e kësaj dite ruan vlerën e saj, pak ndryshime, pak amendamente shtesë ka. Si është e mundur që kaq pas 250 vjetësh kjo kushtetutë i qëndron kohës? Po, kushtetuta amerikane
këta founding fathers, baballarët e Amerikës, po ashtu janë mundu ta bëjnë sa ma moderne, sa ma të mirë, sa ma të qëndrueshme. Ata me siguri që kanë bërë hulumtime të jashtëzakonshme, qysh të grekët e vjetër e këndej për të ardhur në përfundim se si do ta bëjnë kushtetutën. Me ato checks and balances, me kongresin, presidentin, judicial branch, me sistemin e gjyqeve, ata kanë kriju një sistem që e kontrollon njëri tjetrin dhe askush nuk bëhet tepër i fuqishëm. Pra për ta ndalur tiranin, këta e kanë bërë një sistem të jashtëzakonshëm. Në vem re, edhe sot e kësaj dite, gjykata kushtetuese ndalon edhe vendimet presidentit Trump, ose miraton ato që i duken që janë përputhje me kushtetutën, pra check and balances, kontrolli dhe ruajtja e parashpeshimit është themeli bazë i kushtetutës amerikane, dhe kjo e bën Amerikën më të fuqishme dhe ekonomikisht, siç thatë ju. Thënia që ligji është mbi të gjitha, është shumë e vërtet në Amerikë, edhe kjo ka të bëjë edhe me presidentin. Asaj, megjithëse i ngreh ligjet nga pak, është munduar këto, sidomos këtë kohën e fundit, këtë termin e dytë që është president edhe Supreme Court, gjyqi suprem, e favorizojnë shumë presidentin Trump, po megjithatë, kur vjen puna te ligji, ata e bajnë atë të duhur. Kjo është e mira e Amerikës. Kjo është që e mban Amerikën, që e pyetja që e bën më herët. Kjo është që e mban Amerikën të fortë, ekonominë e fortë e krejt ato, sepse ligji është sundimi kryesor. Ti kthehemi në realitetit, po marrim një fakt. Presidenti Trump është kundër marrjes në shtetësisë amerikane në momentin e lindjes. Gjë që shkruhet edhe në amendamentet e kushtetutës. Gjykata e lartë, jo më shumë se sa 2-3 javë përpara, e hodhi poshtë kërkesën e zotit Trump për të anulluar këtë deklaratë të tij për të ndaluar njerëzit që kanë lindur në Amerikë, edhe pse janë me prindër me çështje migracionit paligjshme, që të bëhen shtetas amerikan. Ky vendim i gjyqit suprem ka qenë shumë i rëndësishëm për ne si emigrant. Po edhe një tjetër që ka qenë para pak kohe për tarifat, për taksat që vehen në produkte që vinë për shteteve tjera, edhe aty gjyqi suprem e qiti të pavlefshme ato tarifat e Trump, sepse nuk është puna e presidentit. Ky ka hyrë në shumë gjëra që nuk i takojnë atina, dhe gjyqi, ajo checks and balances, e ndalën. Për këtë po themi, po kjo checks and balancing u krijua me krijimin e kushtetutës amerikane, me atë që krijoi nga Jeffersoni, James Madison dhe Washingtoni me termin qeveri e kufizuar, limited government. Po, këta founding fathers, këta kanë bërë një punë shumë të mirë, duke studiuar mendimtarët, filozofët evropian, ai Clemensku, ka qenë ai që ka pas bërë hulumtimin këtë punën dhe ka pas idenë për këto checks and balances, dhe këta e marrën nga ai, apo John Locke, një tjetër filozof evropian, dhe shifet se këta janë munduar të bajnë më të mirën e mundur për shtetin e Amerikës. Dhe ja kanë qëllua. Një ide është koncepti i lirisë. Liria i takon individit, ajo është e dhënë prej Zotit. Dhe ky koncept mbështetet gjithë kushtetuta amerikane apo jo? Absolutisht. Pse mendoni që dhe thuhet që Republika e Shtetit Bashkuara si tip republike është një republike veçantë, nuk ekziston edhe në shtetet tjera që janë republikane në Evropë ose në botë? Unë mendoj se kushtetuta që ka Amerika e bën pak të veçantë. Mënyra se si kongresi zgjedhet nga njerëzit, por atëherë kongresi i ban ligjet, pra nuk është demokraci e pastër, por është demokraci kushtetuese, dhe ajo e ban sistemin shumë më efektiv. Po, një element tjetër është të ndarja e shteteve. Dhënia e elementeve juridik ose konstitucional shteteve të ndryshme, që i ban ligjet
e Michiganit ndryshe nga ligji i Ohio's për shembull. Dhe kjo krijon larmi mendimesh dhe veprimesh, po që e ndalon qeverin ose zgjedhjet mirëmbahen qeverisen nga institucionet lokale të shtetit, jo nga qeveria e përgjithshme. Pra, ka një hap shtesë demokracie, thoya unë. Fuqia është ndarë mes shtetit federal dhe shteteve, por kuptohet se ai federali është central government është më i fuqishëm, por shumë nga të drejtat i kanë edhe shtetet, 50 shtetet e Amerikës. Të vim në historinë e kohëve më të vona, po e përtëra këtë hyrje për të krijuar dhe për t'ju shpjeguar shikuesve ka veçori demokracia amerikane, çka e bën këtë lloj demokracie më të fuqishme, më të qëndrueshme nga çdo vend tjetër, sepse ruan atë që tham balancat midis pushtetit të zgjedhur, pushtetit legjislativ, ekzekutiv edhe juridik, çka e bën që Amerika të ruaj parimin e lirisë për tek çdo individ, sepse liria, thot në kushtetutë, është dhënë nga Zoti. Por të kthehemi më vonë, të kthehemi tek fillimi, sikurse vijuam te raportet me shqiptarët e diasporës sa aso kohe dhe presidentit Wilson. Si kanë evoluar, si kanë vijuar marrëdhëniet shqiptaro-amerikane duke filluar nga fillimi, le të themi nga vitet 1912 deri në ditët e Shqipëria sot. ka pas marrëdhënie të mira me Amerikën, po jo edhe aq ekstensive. Mendoj se në bazë të asaj që kam parë, unë nuk ka kënë diçka aq e madhe, marrëdhënie shumë të thella, edhe largësia, distanca, edhe diferenca. Shqipëria një shtet i vogël, Amerika një shtet gjigant, e kanë bërë vetën. Mas ardhjes së komunizmit në Shqipëri, veç ato marrëdhënies, çka do që kanë kenë janë ngrirë për 45 vite, deri në vitin 1990, kur Ramiz Alia vjen dhe mundohet prapë të krijojë lidhje me Shtetet Bashkuara. Mendoj se ajo ardhe e tij këtu ka nisë edhe ndryshimet në Shqipëri, megjithëse kishin nisë ndryshime në lindjen e Evropën komuniste, por ajo ardhja këtu dhe Ramiz Alia e kam gjetë një pjesë aty kur ai flet shumë për Kosovën, kërkon për Kosovën, don që Amerika të bëjë për Kosovën, por autoritetet amerikane i thonë, po mirë Kosovën, po njerëzit tu, si i kenë në Shqipëri. Dhe i bëhet një presion nga Shtetet Bashkuara që të bëjnë ndryshime në Shqipëri. Dhe ai me kthimin e tij atje fillon reforma të ngadalshme, por fillon disa reforma në Shqipëri. Mbas andej mendoj me ramjen e komunizmit në Shqipëri, marrëdhëniet veç kanë ardhur duke u rrit, duke u përmirësua, dhe Amerika ka kenë shpresa kryesore për Shqipërinë, për zhvillimin e saj, avancimin, mbrojtjen tjera e tjera, dhe mendoj që marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuara kur s'kan kenë më të mira se në këto dekadat e fundit. Keni shumë të drejtë, po është interesante një faktor. Megjithëse sistemi komunist e akuzonte Amerikën si xhandari i botës e tjerë me radhë, në dokumentat amerikane, unë kam gjetur fakte që në periudhën e prishjes me sovjetikët, amerikanët kërkonin një farë ndërhyrje, madje kishin pritur ish ambasadorin në OKB Behar Shtylla për të krijuar një mënyrë për të lidhur me Shqipërinë, edhe pse ishte komuniste. Pra tregon një fakt që e kam gjetur në arkivat amerikane, që Shtetet Bashkuara, pavarësisht se e quonin si puna e Kubës larg ashtu, po aq më tepër Shqipëria prapë kishin interesa jo politike apo ekonomike, se Shqipëria ishte e vockët, por përsëri kërkonin ta shkëpusnin nga gjiri i grupimit të vendeve socialiste të lindjes. Kjo ka qenë shumë normale, kuptohet se
Amerika ka pas një luftë vazhdueshme, luftën e ftoftë me Bashkimin Sovjetik dhe është munduar në çdo mënyrë që të çkapë ndonjë copë nga ana komuniste dhe për fat ton ata janë mundua, por ishte kanë fati edhe do të kishin pas sukses se Shqipëria nuk ka pas vend me slavët, me armiqët shekullor, ruso-slav, dhe ai ka kanë fati më i keq i Shqipërisë për ato 45 vite me mbet nën komunizëm, nën paktin e lindjes dhe të mbetet ashtu në një zhvillim të dobët, sepse Shqipëria krejt do të ishte tjetër se kur të kishte pas fat me kenë me Perëndimin. Sipas njohjeve tuaja, se ke njohur dhe punën diasporës, sidomos diasporës shqiptare të Amerikës, çfarë roli ka luajtur diaspora shqiptare e asaj kohe, e fillimeve të shekullit kaluar në krijimin e raporteve me qeverinë amerikane për ta ndihmuar ekzistencën e Shqipërisë? Mendoj se sidomos diaspora e Bostonit ka luajtur një rol, Bostoni, New Yorku, ajo zonë atje e lindjes së Amerikës ka luajtur një rol të rëndësishëm, megjithëse nuk janë kanë numerik, nuk ka kanë një numër i madh atje, po ka kanë një numër i konsiderueshëm dhe shqiptarët në Amerikë kanë ditë të veprojnë. Kanë disa koka, Noli, Konica e tjerë që e kanë prezantuar shumë mirë çështjen shqiptare tek autoritetet amerikane dhe efektet e asaj punë shifen me Wilsonin në Versailles. E ma vonë, pra Amerika ka pas interes për Shqipërinë dhe shqiptarët. Shqiptarët në Amerikë janë shumë të suksesshëm. Mendoj se askund nuk janë shqiptarët më të suksesshëm se sa në Shtetet Bashkuara. Se liritë që i ka Amerika janë diçka që shqiptarët i duan shumë. Oportunitetet, shanset për me ecë përpara, me vazhduar me u zhvillua, nuk i ka asnjë vend siç i ka Amerika. Ne po diskutonim së bashku Luk në një bisedë paraprake, faktin që po vjet të re kohët e fundit që brezi i ri shqiptar është inkuadruar në jetën amerikane dhe individët shqiptar. Ne shqiptarët, një gjykim timin, nuk di sa i saktë jam, kur jemi si individ, ecim mjaft përpara. Kur përpiqemi të bëjmë si grupim, fillojmë të nxjerrim pengesa njëri tjetrit. E vërtet, është këto gjeneratat e reja kanë ecë shumë përpara në këto 2 dekadet e fundit. Student, profesionist kemi të gjitha fushave. Edhe njërë ndër gjërat që të thash më herët është që profesionist, mjek, specialist të fushave të ndryshme nuk besoj se as Tirana që i ka aq të mirë sa e kemi ne këtu. Pra shkollimi i mirë amerikan, edukimi i brezave në universitetet më të mira ka bën gjëra magjike për të rritë tonë. Megjithatë, kjo na vën neve si media një detyrë të madhe. Ne duhet ta nxjerrim në pa të gjithë këto vlera të diasporës shqiptare amerikane që në pak njihen. Sepse njerëzit futen në realitetin e tyre të përditshëm, të punës apo të arritjeve dhe nuk dihet puna apo veprimtaria e intelektualëve shqiptaro-amerikan të lindur apo të rritur, të kultivuar në Shtetet e Bashkuara. Ne e kemi këtë si pikësynim dhe të përpiqemi të nxjerrim sa më shumë individ që t'ju themi edhe komunitetit ton që kemi njerëz, kemi individ caktuar, ju keni shërbyer si pedagog, si mësues në shkollat amerikane këtu. Edhe keni kaluar brezat të tërë nxënësish. Shumë për e tyre ti sot ishe në vende pune të vlerësuara dhe ky ishte konkluzioni mendova unë nga po dilje dhe po më thoje. Janë shumë të suksesshëm, shumë nga ata fëmijë që i kam pasur në shkollë, po edhe tjerë, i shoh edhe shok të fëmijëve të mi. Për shembull, vajza ka qenë në Universitetin të Michiganit për 4 vite, atje ka plot shqiptar. Pra numri që është universiteti më i vështirë për
Po një nga 10 universitetet më të mira të Amerikës, mos shumë, edhe ka plot shqiptar aty. Atër dhe universitetet tjera kanë një numër shumë të madh. Unë di kur kam shkuar para 40 vitesh në universitet nuk ka pas shqiptar. A nuk ka pas? Aty ku kam shkuar nuk ka pas asnjë, në Eastern Michigan. Kur shkojmë për të ndjekur nxënësit në për shkolla, ka njerëz që më thonë që janë shqiptar, personat që kam takuar aty dhe shiko sa shqiptar ka këtu që dallohen, janë valediktor, janë kështu dhe në mjaft nga shkollat ku ka grumbullim shqiptarësh, shqiptarët edhe në shkollat e mesme shquhen. Shumë e vërtet. Para një 2 vitesh ishim në Malsi me shoqatën Malsi e Madhe për t'i nda bursat studentore dhe ishte një grup bukur i mirë, një 30-40 veta, aty malsor edhe mu desh pak një grim një lekcion me i thanë atyre për studentat këtu edhe tregova që malsorët janë shumë të suksesshëm në Amerikë. Edhe ju këtu kur mos e mbani kryet ullt, po mbani kryet lartë, se jeni shumë të talentuar. Se në Maltëzi, në Jugoslavi, shqiptarin gjithmonë janë mundu me i për ullë. Me banë si kur ata nuk janë aq të aftë sa slavët, sa tjerët, sa malezezët, serbët e kështu. Por shqiptarët janë shumë të aftë dhe këta janë të treguar çdo ditë ma tepër. Tani të ndalemi në vijimin e historisë. Pas komunizmit, ringjallja e raporteve miqësore midis Shqipërisë dhe Amerikës filloi me hapjen e ambasadës amerikane në Tiranë me vizitën e sekretarit Baker në Tiranë, që ishte një vizitë e papritur edhe mjaft masive që tregonte se pavarësisht nga ato vite të tëra kur akuzoheshin për xhandari botës, Amerika e tjerë më radh, shqiptarët e dinin që Amerika ishte fanari i lirisë dhe kjo është mjaft domethënëse atë më. Ajo vizitë ka kënë diçka jashtëzakonshme, me siguri të kujtohet, e kemi pa edhe këtu në lajmet amerikane CNN e tjerat, vizita e James Baker në Tiranë ka treguar, kënë ai akti i parë që ka treguar dashurinë që e kanë populli shqiptar për Shtetet Bashkuara e Amerikës, edhe kuptohet edhe me George W. Bush, vizitën e tij edhe atëherë e tjera, George Bush në vërtet në atë kohë ishte jo shumë i preferuar në Shtetet Bashkuara, se kishin probleme këtu në Amerikë në atë kohë, po dhe amerikanët komentonin si është e mundur që në Shqipëri e duan kaq shumë, e në Amerikë nuk e duan atë shumë. E kjo është presidenti jonë, jo i tyre. Nisi ajo që nga lufta e Kosovës. Lufta e Kosovës ishte një gur themeli edhe për organizimin, lobimin e diasporës shqiptare. Ju keni qenë në krye të shoqatës Malsi e Madhe, që është nga shoqatat më patriotike në mendimin tim, edhe më e angazhuar për çështjet kombëtare këtu në diasporë, përgjithsisht me malsor nga Malsi e Madhe, por që ruan vlerat edhe patriotizmin karakteristik të zonës shqiptarëve që ndodhen në Maltëzi. Po, jo vetëm shoqata Malsi e Madhe. Po mi, gjithë shoqatat, po malsorët në përgjithësi. Dhe kam thënë këtu edhe më parë me disa persona që kemi kënë grup këtu në panel të njëjtë, se malsorët ka kënë ai motori i çështjes së Kosovës. Jo vetëm vite 90-ta, mos ramjes së komunizmit, po dhe në vitet 80-ta e më parë. Që nga 81 malsorët këtu janë inkuadruar, kanë udhëhequr protesta, kanë bërë takime me senator, kongresist, president e tjerë. Pra, malsorët janë ata që e kanë fut emrin Kosovë në Kongresin Amerikan, në Shtëpinë e Bardhë. Atëherë, kuptohet se dhe tjerë kanë vazhduar, po malsorët kanë kënë numerikisht shumë të mëdhej, po këtu në Michigan edhe në New York. Në New York nuk kanë kënë atë shumë, po ai grupi vogël malsorësh ka bën punë më shumë se sa ata grupet tjera të zonave tjera shqiptare, pra janë kënë jashtëzakonisht aktiv malsorët e New Yorkut. Dhe kanë bërë organizimet, shumicën e protestave, shpresoj që do të bashkë në hulumtim edhe në këtë aspekt, protestat i kanë organizuar malsorët në New York. Ata kanë kënë kryesorët, ata kanë kënë mbikëqyrësit, ata kanë marrë përgjegjësinë për këto protesta. Njëjtën gjallë këtu në Michigan, po këtu në Michigan ne kemi kënë shumicë dërmuese.
Unë e kam konstatuar këtë gjë, edhe ju vlerësoj, por kam një pyetje. Ti si malësor, pse janë kaq patriot malësorët? Po malësorët janë shumë të vujtur. Malësorët nuk janë patriot tash, kjo gjenerat, po aja është në gen, edhe ma heret e kanë në gjak patriotizmin, për me i dasht vendin e vetë, por janë edhe kanë kalu kohra shumë të vështira, edhe nga Turku, edhe nga Shkjavë. Ne kemi sa familje që kanë njerëz të vrarë prej dorës serbo-malazeze, dhe malësori shtiri falë ato. Edhe kjo ka kënë një ndër arsyet. Por edhe për Kosovën, malësorët kanë pas shumë ndjenja se Kosova ka ban shumë për malësorët. Në kuptimin e arsimit ose të ruhet gjyshim? Po, në atë kuptim. Edhe të arsimit, por edhe të mbrojtjes së çështjeve kombëtare të shqiptarëve në Jugosllavi. Shteti shqiptar për një kohë shumë gjatë nuk ka ban gjatë për zonat tona. Na ka pas lanë në mshirën e slavëve. Kufiri ka kenë 100% i mbyllur, s'ka pas lëvizje as pak, s'ka pas kur farë shkëmbimesh me Shqipërinë. Vetëm do një vizit e rrallë, por Kosova është ajo që ka ban atë pjesën që është dashur me i ban Shqipëria, se ne kemi pas Shqipërinë, unë kam jetuar vetëm pak kilometra nga kufiri i Shqipërisë. Ne kemi rritë, ajo në mënyrë indirekte ka ban shumë për ne. Radio Tirana, Radio Shkodra, Puka, këto të gjitha janë kënë që i kemi pas të përdiqme në familjet tona. Këngët e Shqipërisë, ato na kanë mbajtur gjallë. Por kur vjen puna të arsimi, të lirit, të tjera, është kënë Kosova ajo që na ka mbrojt. Shkollimin e lartë e kemi prej Kosovës. Edhe gjimnazin, por atër edhe universitetet atje në Kosovë. Aty malësorët kanë dalë që nga vitet 70 e mrapa, po thuaj çdo njeri që ka kryer gjimnazin, ka pas vend në Kosovë. Edhe nëse kanë të kenë nxënësa të dobët, atje Kosova si ka kthy mrapa asnjë. Po u ka ndihmua, ju ka dhënë bursa, ju ka dhënë konvikte, i ka mbajt aty se ka dashur për ta ruajtur shqiptarizmin. Dhe për ata malësorët nuk e harrojnë. Edhe për ata malësorët kanë bën shumë këtu për Kosovën. Bile ka kosovarë që thotë ma shumë kanë bën thotë shqiptarët e Malit Zi, për Kosovën edhe shqiptarët e Maqedonisë sa kosovarët vetë. Unë di edhe malësorë që kanë shku në UÇK, domethënë i kam takuar disa prej tyre, kam intervistuar e të tjera, po kthehemi tash tek lufta e Kosovës. Një rol të veçantë, domethënës mjaft të madh që meriton jo një monument, po disa 10 monumente në trojet shqiptare ka luajtur presidenti Clinton. Si e shpjegoni rolin e Amerikës gjatë luftës së Kosovës dhe vendimin e presidentit Clinton për të angazhuar NATO-n me bombardimin në Kosovë? Po, kjo puna e shqiptarëve të Amerikës ka qenë brillante për të informuar edhe presidentet, por edhe Kongresin Amerikan. Pra, ata kanë mësu se kush është Kosova, se çka po ndodh në Kosovë. Dhe ka kenë një përgatitje graduale për shumë vite, që ka qu deri në luftën, deri në ndërhyrjen e Amerikës e NATO-s në 99-ën. Nuk ka kenë vetëm Clinton, po ka kenë të dy partitë. Edhe Republikanët, edhe Demokratët, kur ka ardhur çështja e Kosovës, ka kenë të bashkuar. Mo di në protesta në Washington, gjysma e personave, kongresistëve ishin nga partia Demokrate, gjysma nga partia Republikane që vinin merren pjesë aty. John McCain, Bob Dole, Tom Lantos, ishin këta që ishin të zakonshëm në protestat tona. Disa herë që kam kënë në Washington. Pra, Amerika e ka ditë problemin e Kosovës dhe me ramin e komunizmit në Jugosllavi, me luftat që janë bërë në Kroaci, Sloveni, Spari, po sidomos lufta e Bosnës e ka ndihmuar shumë Kosovën dhe çështjen e Kosovës për mos të lanë një gjakderdhë dhe tjetër, siç është bërë në Bosnjë të bëhet edhe në Kosovë. Dhe ajo mendoj që e ka shtyr mas shumti presidentin Clinton që të ndalet Serbia, sepse krimet e tyre monstruoze nuk ka mund të durohen, edhe populli që fut këtu në Amerikë, jevrejt, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme.
ata kanë vojt shumë në luftën e dytë botërore dhe më duk sikur u kthye ajo koha e Hitlerit, ato çka i kanë kaluar ata, duke i parë në Bosnë, atëherë edhe fillimin në Kosovë dhe kanë pas një rol shumë të madh qysh Madeleine Albright dhe të tjerëve për të ndaluar luftën në Kosovë, për të ndaluar Serbinë, për të larguar Serbinë i herë për gjithmonë nga Kosova. Unë nuk arrit të kuptoj, jo vetëm si shqiptar, por si njeri, qarë mentaliteti ka një ministre e qeverisë Vučićit që sot e kësaj dite do thot unë do të bëja pastrim etnik më keq se Miloševići. Sërbet, malazes të njëjta gjë, urrëtitjen më të madhe që e kanë për dikën e kanë për shqiptarët. Dhe ajo emri shqiptar, flamuri shqiptar, asnjë flamur tjetër nuk i pengon atyre. Flamuri shqiptar ata s'mund e shohin. Ai avçorron syt. Dhe është ajo urrëtia që i shtyn të flasin në atë mënyrë. Po, suksesi ynë do t'i amëgji syt edhe ma tepër. Dhe mendoj se shqiptarët janë drejt rritjes, drejt forcimit, drejt ditëve më të mira. Natyrisht në këtë mes edhe raportet me Shteteve të Bashkuara janë forcuar her pas here, sikurse përmendëm nga presidenti Clinton, mëtej edhe nga presidenti Bush, i cili miratoi pavarësinë e Kosovës, futjen e Shqipërisë në NATO, krijoi një ekuilibër të ri për Shqipërinë edhe për rajonin, për të bërë zëdhënës edhe interesave shqiptare, sepse ishin interesat e një populli të shtypur, ashtu si që shohim edhe sot e kësaj dite, qoftë me shqiptarët në Maltëzi, qoftë me shqiptarët në Maqedoni. Në këtë mes, shqiptarët kanë shumë pse t'i falenderojnë Amerikës. Në këtë mes, kuptohet pse shqiptarët janë populli më pro-amerikan në Evropë. Çfarë do shtoje, çfarë faktorësh të tjerë mund të luajnë në rol në këtë mes, edhe pse situatat e ndryshme që krijohen, qoftë në Shqipëri në kohët e fundit e këto tjerat, që dikush mund t'i perceptonte si një protest anti-amerikane, nuk ishin asgjë anti-amerikane. Po, Shqipëria, si që thash më herët, si vend i vogël, jo shumë i fuqishëm, me pas një mik të fortë, si kur Amerikën duhet të ruajnë shumë mirë. Dhe mendoj se edhe në këtë kohën tani, duhet të kenë shumë kujdes. Amerika ka interesa për Shqipërinë, por ne kemi ma tepër interesa për Amerikën. Prandaj ne na duhet Amerika shumë ma tepër se Amerikës i duhet Shqipëria. Por edhe Amerika ka interesat e veta. Pozita gjeografike e Shqipërisë, pozita strategjike, është shumë e rëndësishme. E pam në luftën tani me Iranin, disa shtete evropiane refuzuan t'i lejojnë aeroplanët amerikanë të fluturonin nga bazat e tyre. Por nëse dikun e refuzojnë, ata duan me gjithë vend tjetër. Shqipëria është një vend shumë strategjik që mund të përdoret për nevojat e Amerikës në të ardhmen. Prandaj mendoj se aty ne ju duhet Shqipëria. Por çdo herë kam thënë që arsyeja kryesore e intervenimit në Kosovë ka qenë ndalja e gjakderdhjes, ndalja e genocidit që ka bërë shteti serb, por po ashtu ka qenë edhe largimi i influencës ruse nga Ballkani. Që nga viti 90 e këndej Amerika është munduar në çdo mënyrë të adopsoj Rusinë. E kemi parë, janë shkput vende të shumta që kanë pjesë të Bashkimit Sovjetik me ndihmën e Amerikës. Këtu ka qenë edhe Shqipëria, edhe Kosova. Amerikës i ka interesuar një Bashkim Sovjetik apo një Rusi sa ma e dobet. Edhe mendoj që kanë për një kohë shumë gjatë e kanë dobësua, megjithse prap ajo Rusia e fortë, shumë e pasur me pasuri natyrore tjera prap ajo është ngrit, por nuk është më ajo që ka qenë dikushme. Ka humbur territore influencë të jashtëzakonshme, kjo është tu i falenderuar Amerikës. Se
Në të kaluarën, gjatë luftës së ftoftë, kur në historitë Amerikës nuk ka kenë një konkurrent aq i frikshëm sa ka kenë Bashkimi Sovjetik. Amerika ka kaluar kohra shumë të vështira në atë luftën e ftoftë, në ato përballje që ka pas me komunizmin, dhe kur i ka ardhur shansi për ta shtypur kokën komunizmit, Amerika ka bën maksimumin që ta adopsoj atë ideologji dhe atë shtet që e ka promovuar komunizmin. Si e kanë ruajtur shqiptarët dy gjëra? Fen, me gjithë presioni, edhe respektin dhe dashurinë për Amerikën. Të dyja këto, për 40 e sa vjetë, kanë qenë në presionin më të madh për t'i mohuar të thuaj që dëgjoje zërin e Amerikës në Shqipëri mund të përfundojë në burg nesër. Është diçka e jashtëzakonshme. Ndoshta është dëshira për liri, dëshira për, nuk e di, por dy gjëra janë ringjallur me forcë më të madhe me gjithë presionin që ka kaluar në vite. Feja nuk është diçka që mund t'ja marrësh dikujt, është private. Me sa do që është munduar sistemi t'ja heqin fen nga zemra njerëzve, nuk ka pas sukses. Kam në Shqipëri gjysmën e gjakut tim, nana ime ka kenë nga Kastrati, kam familjar atje mjaft dhe kam pas bisedime me ta që nga 93 që kam shku për herë të parë, dhe kishat nuk janë kënë funksionale, por fenë e kanë pasë në shtëpi. Shtëpijat i kanë kthye në kisha familjet malsore, ato që i njoh mas mirit. Nuk e di për zonat tjera të Shqipërisë, po në veri fenë e kanë pasë. Në familje e kanë pasë çdo ditë çdo natë. Jo, por unë bëra krahasimin jo pa qëllim. Siç është ringjall feja, ashtu ringjall dhe besimi tek Amerika. Jo vetëm si superfuqi. Edhe sot e kësaj dite, kur flasim për protestat që po bëhen në Shqipëri, që mund të ketë element të ndryshëm të infiltruar etj me radhë, prisnin gazetat e majta amerikane për motivet e tyre politike që këtë ishte një protest kundër Trumpit, kundër dhëndrit vetë, nuk është protest as kundër Trumpit, është protest për padrejtësitë që ka hasur ai vend nga administrimi i qeveritari i kohës. Nuk është tema e objektit, po kjo tregon që shqiptarët nuk largohen nga ato parimet e tyre, besueshmërinë ndër të tjera dhe besueshmërinë ndaj Shteteve të Bashkuara, pavarësisht qeverive që shkojnë e ndrojnë edhe në Shqipëri dhe në SBA. Unë mendoj se shqiptarëve janë bën shumë padrejtësi. Në kohën e komunizmit tjetën ma mirë se unë se i ke jetu ato. Padrejtësit janë kënë gjithanshme. Dhe Amerika kënë e simboli i drejtësisë. E kanë ditë se nëse jemi me Amerikën, nëse Amerika në afrohet, do të ketë edhe drejtësi. Njerëzit e kanë dashur që ndryshimi të bëhet, po janë kënë të pafuqishëm. Regjimi i jashtëm për tjera nuk kanë mujtë të ndryshojnë, po kanë pas shpresë, gjithmonë shpresa ka kënë të Amerika, zëri e Amerikës kënë ai që i ka ushqye me ato ide dhe erdhi koha që Amerika me të vërtet pati influencë në ndryshimin e Shqipërisë. Ke ardhur këtu 17 vjeç më te. I rritur dhe edukuar në Shtetet e Bashkuara. Cila është gjëja më e veçantë që ke dëgjuar nga një Amerikan kur i ke thënë që je shqiptar? Kanë ditur shumë pak për shqiptarët. Unë kam studiuar historinë për 4 vite e gjysmë në universitet. Shqipëria është përmend shumë pak. Një 2-3 herë edhe ata kalimthi, po, shumë shkurt. Austro-Hungaria me forci i largoi malazesët nga Shkodra, është një prej gjërave që e tregojnë, po vetëm sekonda. Do me thënë, nuk ka pas atë shumë për Shqipërinë. Po si individ, për shembull, kur i thua një Amerikani që je shqiptar, ka dikush që ka njohuri, ka dikush që s'ka? Po, ka. Në fillim ka kenë pak si vend i panjohur, por me rritjen e numrit shqiptarëve këtu,
njihnin shqiptarë dhe amerikanët. Dhe emrin nuk e kemi pas aq të mirë para shumë vitesh. Por gradualisht shqiptarët kanë ecë mirë me biznise, me tjera dhe nuk kemi përmend për të keq, po për të mirë. Ja, për të mirë. Ashtu imazhi ynë ka ndryshuar për të mirë. Nuk mund thuash Coney Island pa përmendur emrin shqiptar këtu. Coney Island, po e thash si detaje, e keqja viteve para se ka marrë këtu ka pas konflikte, vrasje tjera. Për ata shqiptarët nuk e kanë pas emrin as të mirë në atë kohë. Por me kohën kanë ndryshuar gjërat dhe kanë ecë mirë e ma mirë. Zoti Luk, ju faleminderit për bisedën, ju faleminderit për faktet që parashtruat, për analizën e thellë historike të detajeve që çuan në forcimin e miqësisë shqiptaro-amerikane. Ne, si televizioni shqiptarëve të Amerikës, duhem të nxjerrim në paç çdo detaj. Të ndryshëm mund të pyet edhe detaje personale, në kuptimin që se si përjetohet ky raport. Nuk është vetëm dashuri e shqiptarëve për Amerikën, por është edhe respekti i Amerikës për këtë mik besnik që ka në Evropë, kush e njeh, sidomos pas luftës në Jugosllavi dhe çlirimit të Kosovës. Kosova dhe Shqipëria janë popujt më pro-amerikan në Ballkan, edhe nga sondazhet e fundit i binte që rreth 90% ose 89 ose 90% janë favor të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, këto protestat e fundit janë pak të dyshimta për mua. Nuk mendoj se është një kohë e mirë që shqiptarët të dalin kundër investimeve amerikane. Nëse do ishin investime disa shteteve tjera që nuk i kemë, shtete mike do është ndryshe. Po kundër investimeve amerikane, mendimi jam është se nuk e di se sa fryt mirë japin ato. Jo, kjo është pamje më të gjerë, sepse asnjë njeri edhe nga ata që drejtojnë protestën nuk është deklaruar kundër investimeve amerikane, është deklaruar mënyrën se si vepron qeveria shqiptare me korrupsionin dhe janë element të qeverisjes, më shumë në mendimin tim, megjithëse element të infiltruar në një revolt për qindra mijëra mund të kesh nga cili do krah. Edhe kanë nevojë për protesta, nëse i shef punë në Shqipëri, sistemin arsimor, shëndetësor, korrupsioni është kanceri i asaj shoqërie, në atë aspekt, po, por për investimet mendoj se duhet të kenë shumë kujdes, se Shqipërisa ata i mungon. Heroi mas Gjergj Kastriotit më i madhi do të jetë ai që të krijojë ekonomi të mirëfillt në Shqipëri. Nëse Shqipëria ka ekonomi të mirë, atëherë as ti as unë do ishim këtu, po do ishim atje. Pse të jemi në Amerikë? Nuk kemi ardhur këtu as për ajër të pastër, as për ujë të kristalt, as për ndonjë gjë tjetër, po kemi ardhur për ekonomi. Ekonomia është gjaja numër 1 që duhet të ketë Shqipëria. Investimet e huaja e përmirësojnë ekonominë shqiptare dhe në atë aspekt, por për mua, protestat kundër Shqipërisë është vije kuqe për mua. Jo, kundër Shqipërisë. Tu ka pas protesta kundër Shqipërisë, jo i partije tjetër, po Shqipëria është mbi të gjitha. Partitë janë diçka tjetër, Shqipërisë unë nuk e shoh se duhet t'i bëjnë protesta. Fund vetëm duhet të them se shpresoj që Amerika do të jetë ajo motra e madhe që Shqipërinë e vogël do të vazhdojë ta mbajë përdore, se e themi shumë shpesh se ky është shekulli i shqiptarëve, po për të qenë shekulli i shqiptarëve, ky shekull Amerika duhet të jetë aty me Shqipërinë afër, duke mbajë përdore, duke e çuar përpara për t'i eliminuar të këqijat që i ka dhe për t'i qitë në dritë vlerat, pasuritë dhe mundësitë që i ka Shqipëria. Edhe me këtë po e mbyllim me urimin që miqësia shqiptaro-amerikane, jo vetëm për ne shqiptaro-amerikanët që jetojmë këtu, që kemi gjysmën e mendjes atje dhe gjysmën e shpirtit atje dhe gjysmës këtu, po për të gjithë shqiptarët është ajo që duhet të vazhdojë të forcohet dhe ne urojmë që dhe angazhimet ekonomike, investimet amerikane
në Shqipëri, si puna e gazit lëngshëm, apo puna e investimeve turistike të ecin përpara, por natyrisht ekseset i sjell koha dhe edhe protestat janë shkak i këtyre ekseseve. Me këtë po e mbyllim për të takuar në emisionet të tjera me të ftuar të tjerë. Zoti Luk, ju faleminderit.